Unë merrem 33 vite me biznes dhe biznesi im është ndërtimtaria. Kuptohet me leje, me të gjithë ligjet në fuqitë. Sa kat i lejon ti hotelit me u ndërtu nëse bosh kryetar edhe ku lejon me u ndërtu? Gjithçka nuk varet prej me sa kat. Por ka rregulla sa duhet, sa kat duhet jenë. Janë 6 kat. 5 kat edhe nëse tek ne llogaritet, domethënë përdes edhe 5 kate, 5 nivele. Gjithsej 6 nivele dhe nga ajo nuk ka drejt në strug edhe në okër për shkak se janë në mbrojtje të UNESCO-s, nuk ka drejt të ndërtohen mbi të. Mbi këtë s'ka nevojë, s'ka drejt, por kallëzom ku e ke menu ndërtimin e hoteleve, në cilat zona? Sigurisht, hotelet më të përshtatshme janë në pjesën rreth liçenit, bregu liçenit, ku mendoj që mund të ndërtohen, por e thashë edhe më herët me mega planin do të përfshihet edhe pjesa tjetër që të zgjerohet qyteti nga Kalishti, ku është një pjesë e pashfrytzuar, edhe pse është tokë pjellore, kohë fundit nuk shfrytëzohet për arsye sepse është braktisur pjesa e tokës pjellore dhe shpresoj të zgjerohet nga ajo pjesë e qytetit dhe thash duhet të ketë një shtrirje me mega planin shtrirje të qytetit të Strugës dhe besoj që kjo do të arrihet me një angazhim edhe me këtë tenderimin ndërkombëtar i cili e kam parashikuar të jetë sa më i mirë dhe të dim se ku do të shkojë Struga pas 20 ose 30 vite të ardhshme, cilën kahje ta merr dhe si do të duket qyteti i Strugës. Ti je biznesmen, unë nuk e di sakt me çka mirësh ti. Me çfarë biznesi mirësh ti? Tani, unë merrem 33 vite me biznes dhe biznesi im është ndërtimtaria si veprimtari kryesore. Normalisht kam edhe një hotel, kam një klub futbollistik i cili është kampion. A është hoteli në Strugë? Po, është hoteli në Strugë. Kam një klub futbollistik që është kampion i Maqedonisë 2 vite me radhë dhe vazhdoj të merrem edhe me veprimtari tjera të cilat janë sekondare dhe ne i pyesim gjithë kandidatët edhe në Kosovë, edhe jashtë. Kam qenë edhe kryetari i Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore, ku bashkarisht, domethënë, ky menaxhim edhe menaxhimi i Odës Ekonomike Maqedonisë Veriperëndimore më jep mundësi që të jem kandidat më i denj për Strugën, për të menaxhuar Strugën, sepse mendoj që jam më i përshtatshëm, jo që jam më i miri i gjithë kokrave, por për momentin mendoj që jam i përshtatshëm dhe kam mundësi të bëj gjëra më të mira. Mendi, a e financon ndonjë ndërtues tjetër fushatën tënde? Deri tani nuk e lejoj, pasi unë jam kandidat i pavarëm. Edhe vetë je ndërtues. Çka nëse dikush që të këshyr thot, po ky ka me punu për llobin e ndërtimit, se ky është vetë ndërtues. Që ti ke me shty hapësira për ndërtim e nënën tjetër qytetarët s'ka nevojë në ta më shumë ndërtim. Sakt, tani për opinionin e Kosovës sigurisht edhe për opinionin më të gjerë, unë ndërtoj pjesën më të madhe të ndërtimit e kam në Ohër dhe në Shkup, shumë pak ndërtoj në Strugë, edhe tani kam përmbyll këto vite dhe kam shumë, edhe 2-3 vite të ardhshme nuk dhe ndërtoj. Pjesën tjetër, ju sigurisht e kishë fjalën për konkurencën. Po edhe konkurencën. Se cili që ka mundësi të investoj për ndërtim dhe të kenë derën hapur dhe mundësinë më të mirë për të ndërtuar për arsye se... E nënën tjetër, nëse bosh kryetar, a kanë me përfitu firmat e tuja apo dostat e të, shokët e të, miqt e të, prej faktit që ti ki ardhë, ka ardhë ndërtuesin pushtet, edhe po i jap të ndera ndërtuesve tjerë ose firmave tuja. Tani të ndera shumë vështirë që mund të jepen, sepse tek ne gati toka shtetërore është shitur fare, edhe nuk ka për të shitur, po zakonisht ndërtimtarët ndërtojnë me investimet e veta në tokën private, dhe kjo është një mundësi që të gjithë ndërtuesive duhet t'u jepë leja së më shpejt. Tu them edhe këta, edhe se dihet... Leja me kritere, a leja sa më shpejt që dojnë me maru? Ja.
kuptohet me leje, me të gjithë ligjet në fuqi të cilat duhet zbatohen patjetër. Domethënë sepse ne biles unë kam qenë kryetari i odës, e thashë edhe më herë, jam kategorik për vazhdimin e ligjeve për legalizim të ndërtimeve pa leje, të cilat konkurrojnë pikërisht ato ndërtime të cilat janë në mënyrë zyrtare në raport me ato ndërtimet në të zezë. Domethënë, duhet patjetër të zbatojmë të gjithë ligjet, sepse ndërtimtaria pikërisht nga ajo fush vi dhe ndërtimtaria është shumë e ndihshme nëse një objekt ndërtohet shtrembë mbetet 100 vite.